Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin vjetor për shenjën e akrepit. Ndryshimet, ndikimet, mundësi dhe rëndësi të veçantë që akrepi ka në disa çështje që mund t'i zgjidhi dhe më lehtë akoma. Edhe pse fillon me vështërsi në çështjet madhore, ekonomiko-financiare ose në çështjet që kanë bëjnë me ligjin akoma. Por para se të hedhim një sy ndikimeve që ka të bëjnë për sa i përket shenjës së akrepit, unë ju kujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar. Atëre, duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje, ku atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar se ku juve mund të blini një paket ditore, javore, mujore, vjetore dhe agjendën personale me 365 faqe, janë 365 ditë që juve shikoni, rishikoni. Dhe duke marrë përgjigje nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejt me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu. Si shkoni këtë butonin këtu dhe aty direkt dërgoni dhe merrni drejt për së drejt përgjigjen. Por mos harroni se në çdo kohë, në çdo moment, në çdo periudhë, membership është pikërisht ky butoni këtu në YouTube. Mund të hidhni një sy se është i veçantë dhe provojeni një herë dhe shikojeni si mund të merrni përgjigjen në privat. Jo drejt për së drejt, por në privat, sepse atje hapet një dritare dhe juve dërgoni të dhënat në email dhe ju vjen parashikimi në email aty ku juve dërgoni adresën tuaj, ora e mirë, e vështirë dhe gjërat e tjera që do të keni në privat. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me këtë shenjë të rëndësishme dhe çështjet që kanë bëjnë për sa i përket akrepit për 2026, sepse jo vetëm si parashikim të përgjithshëm, por të ndarë dhe në 12 muajt e vitit, sepse këtë vit e kemi ndryshe parashikimin, por në fund pastaj bëjmë një përmbledhje mbi ndikimet planetare ku për çdo shenjë që ndiktohen dhe kanë mundësi. Akrepi për 2026 duket se është një vit transformimesh dhe zhvillimesh intensive, sepse ka të bëjnë shumë me këndet që bëjnë planetet dhe momenti që juve keni në çështjet që ndryshojnë, diktojnë në anën tuaj. Por një nga mundësitë që do t'ju jepet, sidomos për të 30 ditët që kanë të bëjnë me çështjet e komunikimit, se komunikimi është baza. Akrepët kanë pasur disa ndikime mjaft të mira dhe pozitive për sa i përket disa ndryshimeve, por nuk ka vend për të shqetësuar, edhe pse me disa ndikime të mëdha që kanë ndodhur dhe më përpara tek juve, por nga njëra anë juve i keni mundësi dhe nga ana tjetër juve keni vendimi që merrni në anën tuaj. Por meqense kemi disa kënde, sepse prania e Plutonit, që është sondimtari juaj, i shenjës tuaj, në aspekt të rëndësishëm përforcon nevojën tuaj dhe guxim të brendshëm për të braktisur strukturat e vjetra që nuk i shërbejnë më evolucionin. Ky vit ju përgatit të përballeni me të vërtetën tuaj, të pranoni ndryshime dhe të përqafoni perspektivat e reja me vetdije, përqafoni të ardhmen me sukses. Ndikimet e Saturnit dhe Uranit që krijojnë një kornizë ku stabiliteti dhe inovacioni duhet të bashkëjetojnë, duke afruar mundësi dhe përparim. Realizm në një ndikim të konsiderueshëm. Zgjerimi i botkuptimit tuaj dhe eksplorimi shpirtëror janë tema qendrore, me aspektet Mërkur, Jupiter dhe Afërdit, Neptun. Që rrisni nga dëshmërinë tuaj për sa i përket ndikimeve, mundësive për të eksploruar ide të reja dhe shprehje krijuese. Në të njëjtën kohë, nervozizmi dhe pasiguria që mund t'ju shoqërojnë këtë zhvillim që kërkon kontroll të kujdesshëm
të informacionit dhe emocioneve për të shmangur keqkuptimet juaja. Viti megjithse i ngarkuar sjell mësime të rëndësishme dhe mundësi të rilindjes. Në të njëjtën kohë, tensionet gjeopolitike globale dhe trazira ekonomike, siç tregohet nga këndet Mars, Saturn dhe Jupiter, Pluton, mund të ndikojë dhe të tregojë të drejtën që është dhe drejt për së drejtën me jetën tuaj të përditshme do të ndikojë. Nevojat për të menduar strategjikisht dhe durim do të jetë kritike, pasi kufizimet dhe vonesat kërkojnë qëndrueshmëri dhe lëvizje të kujdesshme në emocionet. Dhe siç e kemi thënë, sepse e kemi thënë dhe më përpara në lidhje me ato që ndikojnë në rang global për anën ekonomike dhe dorë shtrënguar dhe disa gjëra të tjera, sepse mirë është dhe jemi më afër njëri tjetrit dhe më afër gjërave të realitetit. Në fushën e emocioneve, duket se ka një ndikim mjaft të mirë për sa i përket punës dhe karrierës suaj. Viti 2026 sjell për juve të shenjës së Akrepit një vit intensiv dhe shumë ndikues në çështjet emocionale, ku nevojat për lidhje të thellë emocionale përforcohet nga këndi Afërdit Neptun. Në fillim të vitit, ky kënd nxit romancën, por gjithashtu mund të shkaktojë disa keqkuptime, keqinterpretime, prandaj do të jeni të kujdesshëm të mos ju dërgojë në zhgënjime. Ndjeshmëria emocionale, rritet dhe ndershmëria në marrëdhëniet bëhet më e rëndësishme se kurrë. Periudha Mars-Prill sjell transformime të thella, me kënde që kërkojnë që t'ju ripërcaktojnë në marrëdhëniet tuaja, të zbuloni të vërtetën e fshehur dhe të lini më njanë ato që nuk i shërben më. Ndikimi i brendshëm do të jetë baza për krijimin e lidhjeve më të shëndetshme dhe më kuptimplot. Mund të ketë konflikte ose tensione, por edhe mundësi të forta për ripërtritje. Ndërsa viti përparon, tensionet e korrikut dhe provat e vjeshtës do të nxjerrin në sipërfaqe dilema dhe nevoja për kufi të qarta dhe autonomi emocionale. Ndërgjegjësimi shpirtëror dhe pjekuria e brendshme do t'ju ndihmojnë të menaxhoni marrëdhëniet tuaja me pjekuri dhe të esni përpara me besimin më të madh të jetës suaj. Viti 2026 në çështjet profesionale dhe financat. Sektori profesional për vitin 2026 paraqet sfida, por dhe mundësi të rëndësishme për Akrepin. Nevoja për një qasje strategjike bëhet e dukshme nga fillimi i vitit me këndin që bën Mars-Saturn, që nxjerr në pa vlera, disiplinën, qëndrueshmërinë, veprimet të organizuara përballë kufizimeve ose faktorëve të jashtëm që ngadalsojnë progresin. Do t'i duhet të menaxhoni presionin dhe vonesat e mundshme, pa humbur motivitetin, sepse motivimi është ai që ju bën të ndiheni më mirë dhe të arrini suksesin. Aktivizimi i Plutonit në fund të qershorit intensifikon dinamikën dhe çështjet financiare dhe ndërpersonale, duke afruar mundësitë për të depërtuar në nivelet më të thella dhe për të rishikuar vlerat tuaja. Është një periudhë ku vendimi për të shkëputur ose për të rinovuar në fushat profesionale mund të çojë në stabilitet afatgjatë dhe zhvillime të konsiderueshme. Këndet e tetorit dhe të vjeshtës në përgjithësi kërkojnë vëmendje ndaj lëvizjeve financiare dhe menaxhimit të burimeve me theks në shmangjen e rrezikeve që nuk bazohet në një bazë realiste. Stabiliteti dhe metodika do të jenë çelësat për arritjen e qëllimeve tuaja. Dhe kjo do të thotë ndikim. Një mënyrë, një këshill për sa përket 2026 që të kuptoni, sepse ilaçi për vitin 2026 është të përqafoni ndryshimin me guxim dhe vedije, pa pasur frikë të pranoni të vërtetën pavarësisht se sa vështirë është. Ndikimi dhe ndershmëria e brendshme janë çelësat për të kapërcyer kufizimet dhe për të krijuar themele të reja në jetën tuaj. Vetbesimi dhe pjekuria shpirtërore do t'ju ndihmojnë të lëvizni harmonikisht drejt fatit tuaj. Kujdesi është i nevojshëm në idealizëm, veçanërisht në çështjet emocionale dhe financiare, në mënyrë që të shmangni zhgënjimin dhe zgjedhjet e gabuara. Durimi dhe të menduarit strategjik do t'ju mbështetin në periudhat tensioni dhe vonesash. Përqendroni në çështjet më të mëdha të qëllimeve tuaja, mos hezitoni të kërkoni ndihmë kur ndjeni se presioni po ju mbigarkon. Së fundmi, kujdesi për shëndetin tuaj si fizik ashtu dhe mendor është i nevojshëm për të qenë në gjendje të përballoni kërkesat e vitit. Thelloni vetdijen tuaj dhe mësoni nga përvojat tuaja.
pasi transformimi i thellë që po përjetoni do t'ju çojë në një version të ri, më të plot të vetes tuaj. Ndikimi dhe drejtimi kryesor sipas muajve për Akrepin për vitin 2026. Çfarë ndodh? Pra, si fokusoj? Ajo që ju e keni, fillojmë me shenjën e Akrepit për muajin janar 2026. Çfarë na sjell muaji janar dhe ku bazohemi në ndikimin planetar dhe mundësitë që ju e keni dhe ju jepet. Muaji janar duket se vitin e filloni me një ndikimin e këndit që bën Mërkuri dhe Jupiteri, duke sjell një ndjes zgjerimi të mendimit dhe të ideve. Ky aktivizim ju shtyn të eksploroni qasje të reja dhe të largoni nga besimi dhe ndikimet të mëdha që mund keni tani e tutje, sepse nëse besoni tek e vërteta, jeni në rrugën e duhur. Megjithëse mund të ndjeni pak nervoz ose të pasigurt me komunikimin që është intensiv me theks në nevojën për të shprehur mendimet tuaja. Aspekti i këndit që bën Afrodita me Neptunin krijon terren shumë pozitiv për ndikimin çështjet shpirtërore, duke theksuar shprehjen tuaj, kërkimin dhe marrëdhëniet tuaja në afatgjatë. Që kjo do thotë ekziston ndryshimi më i madh. Është e rëndësishme të ruani në perspektivë ekuilibrin. Janari inkurajon, shfrytëzon, ndikon, favorizon. Dhe kjo do thotë kuptim plot në hap rrugën për njohje ide të reja që do të ndikojnë në vitin tuaj. Ndikimet që kanë bëjnë për sa i përket muajit pasardhës, kjo do të thotë muaj shkurt 2026. Çfarë ndodh në muajin shkurt të 2026-s? Shkurti karakterizohet nga këndet intensive të Marsit dhe ndikimin e Saturnit, i cili kërkon që të veprojë, të ndikojë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë dhe çështjet e kufizimeve në anës tuaj, sepse në një nivel personal, shkurti ju bën thirrje të vendosni kufi dhe të menaxhoni me përgjegjësi marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja, duke shmangur reagimet impulsive që mund të krijojnë tensione. Në një nivel profesional, stabiliteti dhe këmbgulja do t'ju ndihmojnë të kapërceni çdo pengesë. Shkurti sjell gjithashtu tensione në një kontekst më të gjerë shoqëror dhe geopolitik, në cilin mund të ndikojë në psikologjinë tuaj. Është e rëndësishme të qëndroni të qetë, të përqendroni me ekuilibrin tuaj të brendshëm, si do të ruani në një plan realist veprimi. Pse është në lidhje me shkurtin? Se shkurti gjithmonë ka diçka mes asaj që bëhet, mes çështjeve që ka të bëjnë me mundësinë që jepet, kohën e duhur. Muaji shkurt gjithmonë është një nga mundësitë që bëhen ose periudha kur ndodhin fenomenet edhe periudha që keni të bëni me anën ekonomike financiare në lidhje me disa ndryshime që do të keni, me disa mundësi që do të jepen, por muaji shkurt është më mirë të merrni me vendime të rëndësishme, por pa i egzageruar shumë ose të bëni disa gjëra që pa u ekspozuar. Dhe kjo është diçka më e mirë për juve. Për sa përket muajit mars të 2026-s. Muaji mars duket se Marsi hapet mjaft në anën pozitive, hapësira për punë, për karrierë, për ndryshime dhe vendime të rëndësishme. Meqense Jupiteri me Plutonin nxjerr në pa nevoja për të lënë pas struktura të vjetra dhe për të ecur përpara në anën tjetër. Është një periudhë në cilën e vërteta juaj do të vihet në provë, që do të keni të rishikoni marrëdhëniet, vlerat tuaja dhe guximi juaj që nuk do t'ju mungojnë. Ndikimet transformuese nga Afrodita dhe Marsi intensifikojnë dëshirat dhe emocionet, duke krijuar nevojë për lidhje më të thellë edhe në vendimet që mund të shkaktojnë konflikte në anën tuaj, pa ne bëni pa kujdes, mos u nxitoni në vendime dhe në ndryshime. Do ndihmojnë të sqaroni se çfarë është e vërtetë e rëndësishme për ju në një nivel global ose në këndet, në aspekte të rëndësishme që mund keni, është një vërtetësi që bën shumë, i jep shumë në këtë drejtim. Dhe ajo që do të keni duke pasur parasysh edhe kohën e duhur në mënyrë më të mirë të mundshme, në lidhje me takime, në lidhje me vendime dhe marrje vendimesh të rëndësishme, sidomos 15-2 i muajit mars do t'ju ndihmojnë për të marrë një vendim të rëndësishëm në fushën e punës, apo për juve që keni të bëni me dokumenta
të ndryshme dhe kohën tuaj më të mirë të mundshme në këtë drejtim. Do shkojmë tek muaji tjetër tani, do shkojmë tek muaji prill 2026. Në muajin prill duket se pjesëmarrja e Uranit dhe Saturnit në ndikimin më të madh që sjell mundësi balancim muaji prill të kuptojmë diçka në lidhje me muajin prill. Janë disa gjëra që kërkojnë, disa gjëra që rregullojnë. Muaji prill është rregullatori i nismave të reja, i lidhjeve të reja, i pastrimit, i ndryshimit dhe i gjërave të mëdha që ndodhin. Por vallë kur koha është më pozitive ose më e qartë në të çka bëni, muaji prill është ndikimi dhe ajo që do të shikoni, sepse do të gjeni zgjidhje praktike që kombinojnë kreativitetin me qasjen reale, duke hapur shtigje të reja për progres afatgjatë. Ndryshimet që fillojnë gjatë kësaj periudhe janë të qëndrueshme dhe të thella. Aktivizimi këtyre planeteve mbështetet gjithashtu në nevojë për liri personale, ndërsa në të njëjtën kohë kërkon disiplinë dhe durim. Marrëdhëniet dhe partneritetet që mund të testohen, por dhe të forcohen përmes ndikimeve të mëdha qartësisë, sepse prilli është një muaj që forcon vetdijen dhe aftësinë për të përshtatur me ndryshimet me ekuilibër, duke ju lejuar të stabilizoni ato që keni rinovuar gjatë muajve të mëparshëm. Do shkojmë tek muaji i radhës, tek muaji maj 2026. Muaji maj sjell në vazhdin e vet kohën, momentet, periudha, ndryshimet dhe keni kohën e duhur për sa përket zhvillimeve të reja. Por arsyeja që ka të bëjnë me disa takime dhe disa bisedime është një kohë shumë e mirë sepse muaji maj juve ju ndihmon në anën tuaj dhe kohën që ka të bëjnë me periudhën kur ndodhin fenomenet edhe çështjet e reja që do të keni tani tutje. Është koha për të rishqyrtuar të dhënat dhe për të pranuar ndryshimet që po vijnë, veçanërisht në fushën e marrëdhënieve partneriteteve. Maj ofron mundësi për njohje, ide dhe iniciativa të reja që mund të zhvillohen me hapa të rëndësishme përpara. Megjithatë, nevoja për të ruajtur qetësinë tuaj dhe për të mos u rrëmbyer nga tensionet ose trazirat e çastit është e domosdoshme. Të menduarit strategjik dhe vlerësimi realist ju do të ndihmojnë të përfitoni nga mundësitë pa e ekspozuar veten ndaj rrezikeve të panevojshme. Dashuria dhe mundësia që fushën e dashurisë duket se 15-2 i këtij muaji është mjaft pozitiv dhe tepër ideal, sepse koha dhe rëndësia janë gjëra shumë të mëdha në përgjithësi të gjërave. Do shikojmë çfarë ndodh me muajin qershor, muaji qershive për juve të shenjës së Akrepit. Në qershor, aktivizimi i Plutonit shton thellësinë dhe interesin në çështje të mëdha ndërpersonale financiare për Akrepin. Periudha e këtij muaji është muaj më ndikues i vitit, nëse keni mundësinë të zgjidhni disa probleme që keni pasur, disa çështje të pazgjidhura më përpara për arsyeën tuaj të punës ose në lidhje me karrierën, sepse lidhet shumë me karrierën dhe kohën tuaj dhe çështjet afatgjatë. Momenti dhe ana pozitive që keni dhe koha e duhur, muaji qershor është muaj i takimit dhe i ndryshimit të madh. Megjithatë, ka të bëjnë shumë në lidhje me mjedisin personal, për shembull profesional, ka të bëjnë shumë me një diçka që aty ku punoni, atje ku juve keni dhe nisni gjërat, është momenti më i mirë i mundshëm për sa përket rëndësisë së punës dhe të karrierës. Duket se disa ndikime që kanë bëjnë, stabilizimi, qëndrueshmëria do të ndihmojnë të kaloni me sukses në fazat më të vështira që keni pasur më përpara, por do të thotë që është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me takimin e punës suaj, por gjithsesi koha ka provuar që juve jeni me fat. 15 ditë i parë në fushën e dashurisë është momenti dhe koha më e mirë e mundshme për të zgjidhur çështje problematike. Do shkojmë tek një muaj tjetër tani. Do shkojmë tek muaji korrik 2026. Pse dhe ku ndahen gjërat për sa përket këtij muaji? Lidhjet që kanë bëjnë këndet intensive midis Marsit dhe Saturnit, që shkaktojnë konflikte, dilema të brendshme në lidhje me çështjet e pushtetit dhe të forcës personale. Për sa përket Akrepit, kjo periudhë kërkon qetësi dhe përgjegjësi pasi përballjet që mund të duken të vështira krijojnë një barë të fortë psikologjike. Është e rëndësishme të shmangni reagimet impulsive dhe të menaxhoni sfidat që lindin në mënyrë strategjike.
Pavarësisht tensioneve, korriku ju ofron mundësi për të bërë ndryshime vendimtare në ato që nuk ju shërben më. Periudha favorizon lirimin e modeleve dhe situatave të vjetra që kufizojnë zhvillimin tuaj për sa kohë që menaxhoni ngjarjet me pjekuri dhe ndershmëri. Kjo është një ndikim dhe ky është një udhkryq ku zgjidhja juaj përcakton rrugën drejt e ripërtëritjes. Energjia juaj mund të jetë në një kulmin e saj, por ekuilibri midis agresionit dhe durimit do të jetë vendimtar. Një ndjenjë përgjegjësie dhe një qasje e organizuar do t'ju ndihmojnë të kaloni me sukses këtë periudhë më të ngjeshur. Do shkojmë tek një muaj tjetër tani, do shkojmë tek muaji i pushimeve dhe i ndryshimeve. Kjo është muaj gusht 2026. Muaji gusht është muaj më pozitiv, do ta thosha unë, nga gjitha anët, për sa përket punës, për sa përket karrierës dhe pushimeve që do të keni, sepse është relaksi në mes, është qetësia shpirtërore e brendshme dhe planet për të ardhmen të afërt të vjeshtës. Duke pasur parasysh, muaji gusht vazhdon të sjellë nevojën për ristrukturim të brendshëm, pasi ndikimet planetare ju shtyn të rishqertoni vlerat, sepse rishqyrtimet dhe marrëdhëniet tuaja personale me Plutonin aktiv gjatë kësaj kohe ju ndjeni një dëshirë të fortë për të shtruar nga ajo që nuk ju shërben dhe për të krijuar themele të reja për të ardhmen. Në një nivel praktik, ndryshimi që mund të shfaqet në mënyrën më të paparashikueshme, veçanërisht në çështjet financiare dhe profesionale, fleksibiliteti dhe ndikimi më i madh për shtatshmëria do të jenë çelësat për menaxhimin dhe suksesin e ndryshimit të madh. Forca juaj e brendshme theksohet përmes aftësisë suaj për të ripërcaktuar rrugën tuaj. Në të njëjtën kohë, nevojat për ndershmëri dhe komunikim të thellë bëhet e domosdoshme. Gushti ju bën thirrje të kërkoni kuptimin thelbësor pasi marrëdhënieve të tuaja dhe forconi lidhjen me njerëz që kanë vërtet rëndësi për juve. Do shkojmë tek muaji i vjeshtës, tek muaji i fillimit të vjeshtës, ku ndikimi është shumë i madh, që është shtatori 2026. Po çfarë ndodh me shtatorin të 2026-s dhe ku gjërat lidhen dhe mundësitë që juve keni? Ajo çka është më e qarta dhe më e suksesshmja në lidhje me anën dhe ndryshimin e madh që vijnë, është gjithmonë vjeshta ku gjërat janë pozitive, kanë mundësinë dhe kohën e duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet. Sjell një periudhë stabilizimi për pas ndryshimeve intensive të muajve të mëparshëm. Këndi Saturnit dhe Plutonit mbështesin dhe konsolidimin e saj që është rinovuese, duke theksuar praktikën dhe perspektivën afatgjatë. Është një kohë e mirë për të planifikuar hapat tuaja të ardhshëm me qetësi dhe realizëm. Jeta juaj personale dhe profesionale janë në një fazë ku durimi dhe këmbgulja japin frytet e veta. Marrëdhënia që kanë rezistuar provës bëhen më thelbësore, ndërsa ato që nuk kanë një themel të fortë mund të çojnë në ndarje ose ndryshime të një kohe që është e rëndësishme të ruani ekuilibrin tuaj të brendshëm përmes praktikave që rrisin mirëqenien tuaj mendore dhe fizike. Periudha favorizon vetdije dhe përqendrimin në qëllimet që kanë një vlerë të vërtet për ju, siç është puna, siç është dashuria, siç është ekonomia, rrugtimi në të ardhmen tuaj ose jashtë Shqipërisë për blerje, që është një muaj mjaft pozitiv. Për ju që keni mundësinë, mund ta realizoni këtë gjë për këtë muaj, sepse 10 ditë që parë, 10 ditë që tretë ka favorizime shumë të mëdha të sherës akrepit në muajin shtator. Vijojmë tek muaji i radhës, një muaj ku ndikimet dhe dinamika juaj afër datës së lindjes tuaj, ku jep mundësi dhe rëndësi në çdo aspekt, që do thotë muaj tetor 2026. Tetori rrit dinamikën dhe rindërtimin duke sjellë përballje që vënë në provë qëndrueshmërinë tuaj. Këndet midis Saturnit dhe Neptunit imponojnë nevojën për kufi të qartë dhe vetdije shpirtërore, duke theksuar rëndësinë e ndikimit të madh, sepse jo vetëm që juve keni dëshirën e brendshme me një nivel personal dhe profesional, ky aktivizim ju bën thirrje të merrni përgjegjësitë për atë që keni krijuar dhe të përballeni me guxim me sfidat që mund të sjellin konflikte ose kontradikta. Është një periudhë testimi, por dhe një mundësi për të pastruar ndikimet apo çështjet e vjetra, për të hedhur themelet e reja dhe për të ecur përpara, sepse kjo kohë është koha juaj, është momenti dhe periudha kuptim plot për të përgatitur për pjesën tjetër të vitit. Do shkojmë tek një muaj tjetër, tek një muaj mjaft pozitiv, ku një muaj që do të thotë kohë, do të thotë mundësi. Kjo është
muaj i juaj, është muaj i ndryshimit dhe i vendimit të madh. Kjo do të thotë nëntor 2026. Për sa përket këtij muaji, për juve të kësaj shenje, sepse ka të bëjë shumë dhe me ndryshime dhe me takime që juve keni, në gjërat e ndryshimeve të mëdha që mund të keni, dhe për sa përket periudhës të çështjeve që juve keni pasur dhe do të keni. Megjithatë, është një moment mjaft pozitiv dhe korrekt nga ana juaj, sepse ndikimi dhe prania e Plutonit nxjerr në pa transformimin e pashmangshëm të brendshëm që po përjetoni, duke sjellë ndryshime dhe ripërtëritje të thella, dhe koha tregon që juve jeni të ftuar të shikoni çfarë do të bëni me vazhdimsi. Mençuria që fitoni përmes këtij procesi është e paçmuar, ka një çmim që nuk mund të vlerësohet. Prandaj shikojeni sepse cikli i ri do t'ju ndihmojnë dhe mençuria është ajo çka ju bën të ndiheni superior. Nëntori favorizon përfundimet e çështjeve të pezulluara, krijimin e themelave të forta për të ardhmen. Pjekuria emocionale dhe paqja e brendshme do zhvillojnë t'ju ndihmojnë dhe të mbyllni ciklet e vitit dhe me ekuilibër. Por duke pasur mundësinë, ajo çka është në anën tuaj, pozicionimi i planeteve, për juve është muaji më fantastik, sepse lidhje me punën, dhe ditë që parë, dhe ditë që tretë, ndikohet shumë për juve që jeni në diasporë, ku keni mundësinë për të zgjidhur çështje problematike ose një takim që mund të bëni për dokumentacionet, që është muaj më i mirë, muajin 26 janar në përgjithësi ka shumë për të thënë dhe shumë për të dhënë, dhe është një moment shumë i mirë sepse nëse jemi pak të vëmendshëm të kujdesshëm, mund të arrijmë majat në ato çka do të bëjmë. Shkojmë tek muaji i radhës, tek muaji i përmbledhjes së vitit, që është dhjetor 2026. Dhjetori mbyllet si vit me një aktivitet intensiv planetar të përqendruar në transformime të thella të brendshme për Akrepin. Prania e Plutonit në aspektet e fundit intensifikon çështjet që kanë të bëjnë në lidhje me anën tuaj, në lidhje me takime dhe vendime që mund të merren. Kjo periudhë favorizon kërkimet e brendshme dhe jo vetëm, në një nivel psikologjik që mund të ndjeni emocione të forta lidhje me mbylljen e kapitujve dhe pranimit të ndryshimeve që kanë të bëjnë në thellësinë tuaj. Qartësia dhe ndërgjegjësimi rriten, duke ju lejuar të dalloni me qartësi shtigjet që hapen përpara jush. Është një periudhë ideale për të pranuar evolucionin tuaj personal dhe për të krijuar hapësirë për mundësi dhe përvoja të reja. Në të njëjtën kohë, ndikimet planetare ju inkurajojnë të trajtoni çështjet praktike me maturi dhe realizëm, në mënyrë që mund të përgatiteni për stabilizim dhe besim për vitin që vjen. Ekuilibri midis transformimit dhe të brendshëm dhe organizimit të jashtëm do të jetë çelësi për të filluar për vitin 2027 me vendosmëri dhe energji pozitive. Këto ishin pak a shumë, miqtë e mi, për sa i përket juve të shenjës Akrepit, por do flasim dhe në detaje për sa i përket nga janari deri në dhjetor për orët dhe ditët ose periudha të mira që do të keni për çështjet e juaj. Megjithatë, është një periudhë që vërtet ka ndikimin e vet, ka mundësinë e artë për sa i përket zgjidhjes dhe çështjeve të mëdha që juve mund të keni në anën tuaj. Prandaj, në këtë vit është mjaft ndikues dhe kontribues për juve që do të përfitoni në këtë aspekt. Unë ju uroj mbarësi dhe një vit sa më të lumtur dhe të begat në familjet tuaja. Por para se të ndajemi bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka ju intereson dhe juve dëshironi. Duke bler paketin tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, atëherë jeni gati të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe kërkoni të dërgoni mesazh për të marrë një përgjigje, pra aty ku jemi live, pyetje përgjigje. Dhe kemi këtë butonin këtu, e klikoni, ndiqni hapat se si funksionon dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Për sa i përket gjërave të tjera dhe ndikimeve që mund keni, dhe doni në një moment të caktuar mund të dërgoni mesazhet me një përgjigje për sa i përket një sot për nesër apo diçka tjetër, atëherë kemi membership. Duke shkuar tek Astrologu Jorgo Pulla, diku ku lexon membership, e klikoni, është pikërisht kjo këtu, e shikoni dhe pastaj
dërgoni edhe abononi dhe më pas në privat dërgoni të dhënat e juaja dhe neve ju dërgojmë mesazhin në atë që juve kërkoni për ditën, për javën, për muajin që të keni në adresën tuaj. O njërë pula, jesë mirat.